Josefina Topalli është një emër që ka lënë gjurmë në politikën shqiptare. Kur ka qenë kryetare e kuvendit, ajo mbahet mend për disa përgjigje epike, të tipit të nxjerr prej zheljesh jashtë, ose kur i tha Erion Braçës, burrave në 1.50, unë nuk i kthej përgjigje. Josefina është nënë e 2 fëmijëve, një djali dhe një vajze, ndërsa bashkëshorti i saj nuk ka qenë asnjëherë pjesë e politikës. Së fundmi, deputetja demokrate është bërë pjesë e parlamentit shqiptar dhe sipas ligjit, ajo duhet të deklarojë pasurinë e saj dhe të familjarëve, duke treguar gjithashtu edhe burimin e kësaj pasurie që zotron. Por ajo që të bie në sy është se Josefina Topalli ka një pasuri të konsiderueshme, duke përfshirë shtëpi, truall dhe kullota. Një pasuri akoma më të madhe është në emër të bashkëshortit të saj. Sipas deklaratës së pasurisë që ka dorëzuar Josefina Topalli, ajo ka saktësuar se në emër të saj ka një shtëpi private ku përfshin ndërtesën dhe truallin 1740 metra katror, një tjetër vil, truall plus ndërtesë 347 metra katror, apartament 90 metra, truall 272 metra, truall 290 metra, truall 70 metra dhe një kullot 10.000 metra katror, ndërsa bashkëshorti i Topallit ka deklaruar truall plus ndërtesë 8.834 metra dhe njësi ndërtimore 4.000 metra. Përveç këtyre, ai ka në zotrim edhe 8 apartamente të tjera dhe rreth 5.000 metra tokë. Kjo është vetëm pasuria e çiftit, pa përfshirë fëmijët e tyre. Vetëm gjatë vitit 2025, bashkëshorti Josefinës deklaron të ardhura nga qeraja me vlerën 50.000 euro. Si burim për fitimin e kësaj pasurie, Josefina Topalli deklaron të ardhurat e saj nga pagat, kredi bankare dhe të ardhurat nga qerat. Njëkohësisht, ajo thotë se disa pasuri i ka me akte trashëgimie.